Përshëndetje të nderuar. Në këtë video dua të flas për problemin e Sudanit dhe reflektimet e problemeve në Sudan në rajon. Duke e shpjeguar Sudanin, s'do mend se do të detyrohem për ta qartësuar edhe më mirë çështjen të preki edhe problemet e Afrikës. Dhe duke kuptuar Afrikën, do të kuptohet edhe Sudani shumë e më mirë. Por, para se ta filloj shpjegimin atje, më lejoni ta them një fjali që është fakt i pamohueshëm. Dhe ajo është, po të kishte pas drejtësi brenda historisë, apo po të kishte pas historia ligje strikte të drejtësisë, atëherë, turqit dhe shqiptarët do të kishin pasur hak në lindjen e mesme më shumë se sa të gjithë popujt tjerë që kanë shkue dhe janë sjell andej pari. As një perandori nuk ka qëndruar duke e administruar aq mirë lindjen e mesme se sa perandoria osmane, ndërsa si popull asnjë popull nuk e ka administruar më drejt e më mirë lindjen e mesme se sa shqiptarët. Bile, nuk ka asnjë popull që ka arrit të administroj një pjesë të lindjes së mesme më gjatë se shqiptarët. Osmanlit për afër 500 vjet, lindjen e mesme e kanë pas pjesë integrale të shtetit të tyre, ndërsa shqiptarët për afër 200 vjet Sudanin, Egjiptin dhe një pjesë të caktuar të lindjes së mesme e kanë pas nën administrimin e tyre. Tema e sotshme nuk është as glorifikimi e as lavdrimi i faktorit Osman e as i shqiptarëve atje. Tema e sotshme këto është Sudani dhe raportet geopolitike dhe geostrategjike të Sudanit me lindjen e mesme dhe si rezultat si ndikojnë fuqitë e jashtme në Afrikë dhe Sudan dhe si reflektojnë ngjarjet e lindjes së mesme të Sudanit në veçanti e në mënyrë të përgjithësuar të Afrikës në lindjen e mesme. Në videon e parë kam shpjeguar në mënyrë teknike shkaqet e luftës civile atje, përpasoj vdekja e më tepër se 1,5 milion njerëzve, që për 3 dekada nuk nalen lufta civile atje, që për 3 dekada eksploatohet Sudani dhe materialet të tjera që i gjeni në videon e parë. Këto do të flas nga një perspektivë tjetër. Çfarë është Sudani? Sudani është një nga territoret apo shtetet më të mëdha në Afrikë. Ka toka të gjera të punueshme dhe mund të konsiderohet, po u punua mirë, një hambar për gjithë Afrikën dhe kontinentin e Evropës. Sudani e ka detin e Kuq, e ka lumin Nil, ka porte, ekonomia e saj mund të bëj bum dhe të lullëzoj, po dashtën brenda populli dhe po i lejuan fuqit e jashtme, ka burime nëntoksore dhe mbitoksore, ka naft dhe më e rëndësishmja ka ari në tonelata. Sipas raporteve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Sudani është tragedia dhe katastrofa më e madhe tani dhe ndër më të mëdhat që janë regjistruar në historinë e njerëzimit. Pse Sudani po e përjeton këtë situatë? E them më një herë, pazarllëqet egoiste të SBA-s, Izraelit dhe të disa vendeve në gjirin arabik që janë të pasura me naft, e kanë hedhur Sudanin në zjarr, që po digjet toka dhe njerëzit në te. Duke i premtuar prosperitet,
përmes procesit të normalizimit. Sudani tani po përballet me uri meq, me etje, me luftë civile dhe me kolaps. Fuqit globale janë fituesit e përfituesit, ndërsa sudanezët janë humbësit dhe viktimat. Derisa fuqit sunduese në Sudan po llogarisin se si t'i mbrojnë interesat e tyre dhe si të përfitojnë sa më shumë nga rajoni i Sudanit, populli i Sudanit, që është 90% musliman, po përjeton shkatërimin e plot, më të madhin në historinë atyre, por edhe për shkak të luftës së udhëheqësisë politike aty, të cilët po luftojnë për pushtet dhe për fitime personale në dëm të popullit të gjorë dhe të mirë të Sudanit. Qeveria sudaneze miq, e cila u ul një ditë në tryezën e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Izraelin në vitin 2020, nën pretekstin e ringjalljes së Sudanit, tani si rezultat i asaj marrëveshje, me sa duket, si rezultat i asaj marrëveshje, po merr goditje të mëdha nga RSF-ja, apo forcat e mbështetjes së shpejt, të cilat forca po e luftojnë qendrën apo Khartumin zyrtar. Këto forca të RSF-s po mbështeten disa nga vendet e Gjirit Arabik. E me 9 dhjetor të vitit 2020, Benjamin Netanyahu takohet me generalin Abdul Fattah el-Burhan, që tani është duke udhëhequr me Sudanin. Ky Abdul Fattah el-Burhan takohet me Benjamin Netanyahun në një takim të fshehtë ku në Entebbe të Ugandës. Në atë takim folet kinse për, siç thash, normalizimin e marrëdhënieve dhe për prosperitetin e ardhshëm të Sudanit. Menjëherë, posa të kthehet general Abdul Fattah el-Burhan në vendin e vet, pas atij takimi e përmbys qeverinë e atëhershme dhe e bën grushtetin dhe merr kontrollin e vendit në duart e tij. Fillon lufta civile, e cila tani më ka hyrë në vitin e tretë dhe e cila po shkatërron çdo gjë. Flitet për qindra mijë të vrarë dhe të masakruar në 6 muaj të fundit. Në 2 dekadat e fundit, thuhet se janë vrarë mbi 1.5 milion sudanez. Izraeli nga një anë dhe arabët e pasur me petrodollar po e shikojnë situatën nga larg, po i furnizojnë me armatim palët ndërluftuese dhe ulur në tavolinë me letrat e tyre, po i bëjnë llogarit. I pari Izraeli se si të merr tërësisht në kontroll detin e Kuq, e sidomos grykën e detit të Kuq, ndërsa të dytët, arabët po llogarisen edhe sa tonelata ari mund të marrin dhe të uzurpojnë nga populli i Sudanit. Vendi i cili e udhëheq këtë fushat dhe këto furnizime me armë makabër në Sudan është Emiratet e Bashkuara Arabe. Emiratet sipas interesave të veta, Izraeli sipas interesave të veta, e natyrisht aty janë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që lëvizin drejt Sudanit, në Sudan, rreth Sudanit, por edhe në vendet e tjera të Afrikës për interesa teje të ngushta, të thella dhe të rëndësishme strategjike
për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se çfarë janë ato të shëbave, e shpjegojmë në vazhdim. Kështu miq, sot qeveria sudaneze e udhëhequr nga Abdul Fattah el-Burhan, e cila ju dërzua rishfeteve politike dhe jo vetëm politike, por edhe financiare të presidentit të shëbave Donald Trump, e me kërkesë të tij normalizoi marrëdhënien me Izraelin, ku nënshkroi marrëveshjen e Abrahamit dhe u bë vendi i 4 arab atë botë, pjesë e marrëveshjes së Abrahamit. E çfarë është ajo? E kemi shpjeguar radhazi para kësaj kamere. Kjo gjendje praktikisht e çoi vendin në prag të zhdukjes gjatë 3 viteve të fundit. Procesi i normalizimit që filloi në vitin 2020, Sudanit nuk i sjellli asnjë përfitim. Përfitoi vetëm Izraeli dhe edhe njerë po them disa nga vendet e gjirit arabik. Ekonomia sudaneze erdhi në prag të kolapsit. Kredit me dollar dhe ndihmat e pritura nga perëndimi nuk i mbretën kurrë dhe asnjëherë. Burime kredibile, kompetente në botë flasin me emër dhe mbi emër për shtetet të cilat janë të involvuara në këtë luftë për interesat të tyre. Shtete që kanë marrë nën kontroll depozitat e arit të Sudanit, e ndërto më kryesorja edhe njerë po them janë Emiratet e Bashkuara Arabe. Nëse e keni përcjell me vëmendje videon e kaluar, sigurisht e keni kuptuar se grushteti ushtarak i kryer në vitin 2021 nga generali Abdul Fattah el-Burhan eliminoi plotësisht vullnetin civil të qytetarëve të Sudanit. Plasin mosmarrëveshjet menjëherë midis tij dhe generalit Mohammed Hamdan Dagalo, i njohur me pseudonimin e tij Hamidati, natyrisht për pushtet dhe për pasurim personal. Përpasoj plas lufta civile e përpasoj të luftës civile shkatërimet e papara në shtetin e Sudanit. El-Burhanin e mbështet Izraeli, ndërsa Dagalon vrastar e mbështesin Emiratet e Bashkuara Arabe. Ka dhe shtetet të tjera, por këto dyja janë në skenë. Dhe përse janë në skenë, e kuptoni në rreshtat në vazhdim, në minutat në vazhdim. Për ta kuptu këtë që po them në vazhdim, se çfarë është të ndodh aty dhe si me ndërlidh me çështjen e përgjithshme afrikane, duhet kuptuar njërën anë sa edhe tjetrën. Pra, për ta kuptuar problemin e Afrikës, duhet kuptue problemin e Sudanit dhe anasjeltas. Për ta kuptuar në esencë çështjen sudaneze dhe tragjedin e Sudanit, duhet kuptuar gjendjen, problemet dhe tragjedin afrikane. Kur të kuptohet gjendja në tërësi dhe konstelacionet ndërlidhëse midis këtyre dy poleve tragjike të kontinentit të zi, jo tani e tutje me izën e Zotit do ta keni edhe më të qartë se çfarë po ndodh aty dhe do ta kuptoni saktësisht se nuk është punë vetëm për pushtet. Nuk është punë vetëm e sudanezve sa të quhen të çmendur dhe pse nuk po ulen me bisedue, por është një eshtime nga jashtë, është një komplot nga jashtë për interesat të mëdha ku viktim bie populli i Sudanit. Lufta ekonomike dhe ekspozimi i forcave midis shëbave dhe Kinës,
tani më është shtrirë haptazi dhe në mënyrë frontale në kontinentin e Afrikës. Dhe natyrisht, si të përmendet diko, që ta dini jo, si të përmendet diko, interesi Amerikan, ekspozimi, lufta ekonomike e Amerikës, dine se aty dikun qëndron edhe shteti i Izraelit. Deri vonë, kontrolli mbi Afrikën ishte në duart e Britanisë, Francës dhe më vonë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me Afrikën që e pret samitin e G20, Afrika Jugore, tash në nëntor, me gjithë që bohen përpjekje që të mbajnë të shkelur dhe eksploatuar edhe më shumë, vetë fakti që samiti i G20 do të mbahet në Afrikën Veriore tregon se ka lëvizje tektonike brenda kontinentit të Afrikës që japin me shpresu, me gjithë luftat dhe këto gjakderdhje, se Afrikës në një të ardhme të afërt mund t'i vinë ditë më të mira. Njëjtë si kur Sudani, miq, situata është edhe në Nigjeri. Pas kërcënimeve të presidentit të SBA-ve Donald Trump për ndërhyrje ushtarake kundër Nigjerisë, njëjtë si kurse të Venezuela në Amerikën Latine, fshehtas janë duke u bërë përpjekje, fshehtas po them në atë kuptimi që nuk po e thojnë kështu germ për germ, por fshehtas janë duke u bërë përpjekje për shtirje në dorë të naftës, gazit të Nigjerisë dhe natyrisht ambicje geopolitike të raporteve Amerikë kundër Kinës në kontinentin e Afrikës. Për me ditë se pse përmenda Nigerien dhe çka po du me ndërlidh këto, që në start ju bëj me dije se SBA-ja fillon të lëviz drejt Nigjerisë me pretekstin se atje është bërë një masakër mbi të krishterët e Nigjerisë. Muslimanët e kanë bërë. Që në fakt, problemet midis entiteteve fetare brenda Nigjerisë është shumë i vjetër. Në pyetje janë tokat, ndarjet e tokave, ndarjet e burimit të ujrave, konkurenca midis feve, fitnja e cila është bërë midis feve dhe mund të them se sa këndej, sa andej, saksisht nuk mund të di, por lufta midis konfesioneve fetare në Nigjeri është edhe më e hershme se sa tani. E tani intervenon SBA-ja për shkak se aty Kina është në pyetje dhe nëpërmes Nigjerisë Kina të goditet nga grushti Amerikan. Për shka në Nigjeri, për shkak se Nigjeria është shumë e pasur me burime energjetike dhe ka naft, gaz dhe minerale të ralla, dhe në përmes shtirjes në dorë të këtyre, dëbohet Kina, tentohet të dëbohet Kina nga aty, e që besa edhe Rusia prej krejt kontinentit të Afrikës, njëjtë si që ja bën edhe Francës. Kina është bërë financiuesi më i madh i infrastrukturës në Afrikë, e sidomos në Nigjeri në dekadat e fundit, duke ndërtuar hekurudha, porte, termocentrale, elektrocentrale dhe çka jo tjetër. Rusia, nga ana tjetër, është bërë vendi kryesor, financues me armë, jo vetëm i Nigjerisë, por edhe të disa vendeve në të cilat Amerika sheh interesat e veta. Nigeria është prodhuesi më i madh
i naftës në Afrikë dhe si tillë ky shtet është burim rezervë strategjik për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Interesi kryesor i Izraelit dhe Amerikës në Sudan është siguria e kalimit tregtar përgjatë detit të Kuq, ku SBA-t derisa nuk e kanë të siguruar rrugën e transportit të mallrave aziatike, evropiane dhe afrikane, nuk mund të thonë se janë superfuqia e cila e kontrollon botën, së paku parafërsisht sipas interesave të saj. E gjithë kjo situatë në Nigjeri dhe sidomos në Sudan, natyrisht se ka shkaktuar valën e miliona refugjatëve sudanez brenda tokës së tyre, diçka mbi 12 milion, ka shkaktuar urinë, varfrinë, shkatrimet dhe afër 5 milion refugjat sudanez janë detyruar të lëshojnë vendin. E ku të shkojnë? Të shkojnë në Çad. Çadi veti ka problemet e veta dhe ata të cilët e din hartën e Afrikës. Nigeria është ka poshtë, pastaj është Çadi këtu, pastaj është Sudani. Pra, midis Nigerisë dhe Sudanit ekziston Çadi. Në jug të Çadit, këtu ku është ai shiriti Sudan, Nigeri, ku janë të vendosur refugjatët sudanez, aty përveç që njerëzit presin vdekjen në hapësira të hapura, mbi kokat e tyre vazhdimisht lëshohen raketa e bombardime, se kush i bën ato ende nuk dihet. Megjithatë, bazuar në këtë që e shpjegova deri më tani, në lidhje me interesimin dhe interesat amerikane në Nigjeri, se në Nigjeri bëhet lufta e SBA-ve kundër Kinës dhe Rusisë, ndërsa këndej në Sudan, Emiratet e Bashkuara Arabe, Izraeli dhe tërthorazi edhe vendet të tjera, tregon mjaftueshëm se kush mund të jetë shteti i cili dëshiron ta mban të tendosur shiritin brenda Çadit që e lidh Nigjerin me Sudanin. 102.000 të smur janë nga kolera që aty ku janë këta sudanes në Çad. 600.000 vetëm në 2 muajt e fundit refugjat kanë shkuar aty dhe javën e kaluar janë lajmërue 2400 vdekje vetëm prej smundjes së kolerës. Çka me fol, kur pi foli këto tema veç ze, po megjithatë po dohet me e shpjegue situatën. Summa summarum, lufta e pa mëshirshme midis fuqive të mëdha në Afrikë tani më është dhezë edhe më shumë se çka qenë përgjatë kohës së luftës së ftoftë dhe pasaj. A ju kujtohen një zinxhir të videove që e nisa 2 kam majten, gjendja e përgjithshme në marrëdhëniet ndërkombëtare që ju kam thënë se do ta bëj një analizë her pas here, si një zinxhir videove që krahas ngjarjeve kështu një nga një, si kur tani Sudani, Gaza e Turqia, ju ta keni si rezervë informacion edhe pasqyren globale të përgjithshme të ngjarjeve në botë. Në videon e radhës të tretën në qatë zinxhir të videove, unë do t'i shpjegoj konstelacionet apo problemet se si ndërlidhen nga Iraku në gjithë Afrikën dhe si prekin deri tek
arkipelagu Malaj. Dhe në epicender të kësaj situate natyrisht është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dikush prej juve mundet me thonë, o Mustaf, brea, profa, o hoxha, po kur filloi problemi i Sudanit? Kur moli val? Nëse themi, nëse përgjigjem, se problemi i Sudanit fillon vitin 2023 me fillimin e luftës civile, me kësaj lufte konfliktit midis ushtrisë ekzistuese të Sudanit, shtabit të përgjithshëm dhe këtyre forcave të mbështetjes së shpejtë, kjo i bjen sikur me thonë ato shka e thojnë mediat në botën perëndimore. Që i bjen edhe ma përsa afërme me kuptue se une jam të thonë që lufta në Gaza ka fillue si arsye e fillimit të luftës aty është sulmi Hamasit të 7 tetorit 2023. Që i bjen miq se do të dalsha para juve, më thëmë naiv, po njeri që si kupton problemet edhe pak ma thellë se një lexues i rëndëmt. Po, një lloj lufte ka fillu në vitin 2023, por gjeneza, çështja e Sudanit do të shikohet ma thellë, do të kthye mbrapa. Shkojmë pak më mbrapa. Nëse them se lufta në Sudan nis në vitin 2003, atëherë kur Sudani kishte 2.5 milion kilometra katror. Pastaj, si rezultat i luftës civile së atëhershme, e ndajnë Sudanin në dysh, Sudani i Jugut shkon me 640.000 kilometra katror si shtet i pavarur. E ndajnë Sudanin. Prej 2.500.000 kilometrave, 640.000 kilometra i merë që kjo pjesa Sudani Jugor që quhet tani dhe në të cilin janë duke vdekur njerëz nga uria dhe të cilve ju është premtuar se ju viç danu, ngonani edhe danu se ju keni me qenë në shteti më i pasur i Afrikës. 640.000 kilometra katror, a disa bojnë? Sa 3 Britania, sepse Britania i ka që aty 244.000 kilometra katror. Sa 2 Franca, Franca është 545.000 kilometra katror. Sa ma shumë se 2 Spanja, Spanja është aty dikun midis 505.000 kilometrave katror. Sa i 3 Italia, që i ka 308.000 kilometra katror, e sa gati krejt Turqia. Turqia me sa e di, edhe e di se i ka 780.000 kilometra katror. Sudani Verior mbetet me një sipërfaqe parafërsisht 1.800.000 kilometra katror, apo sa 3 Turqia që janë tash, e sa afër 4 Franca, e sa 4 saksisht sa 4 Spanja. Megjithatë, edhe këto në vitin 2003 të ndalemi dhe për aty të nisemi, edhe kjo nuk është fort shkencore për mua. Do të me shkue pak më mbrapa. Nëse themi se problemi i Sudanit ka fillue në vitin 1956, kur Sudani e shpall pavarësinë e tij, sepse Evropa kishte zbuluar pasuri të pashtershme nëntoksore aty, edhe kësaj radhe them se mbetet i mangët shpjegime dhe nuk është objektiv dhe nuk e thot tërësien e problemit. Nëse shkojmë më herët dhe themi se problemi i Sudanit ka fillue si rezultat i traktatit të Lozanos, për dini çështjen e Turqisë, ku neni i 17 i saj,
që hynë në fuqi në vitin 1924, si pas Atineni, Republika e sapo krijuar e Turqis detyrohet të heqë dorë nga të drejtat e saj mbi Sudanin dhe Egjiptin. Nëse themi se pej këtu fillon problemi i Sudanit, me gjithë që këto shkapoj përmeni, nuk e dhja pe e kuptoni stilin, ndjes që po pës kështu. Ka realitet aty, por jo, problemi nuk fillon as në këtë kohë, as në vitin 1924, kur shtetit të perandoris Osmane ja coptojnë, cop pa copa ja marrin tokat dhe e detyrojnë të nënshkruan në marrëveshjen e Lozanës se kjo nuk është e jemja, kjo nuk është e jemja, edhe minzi që e ruan qate. Pak ma shumë se që e merë në marrëveshjen apo traktatin e Sivres. Marrëveshje traktat. I përmeni shpesh se dhja e dini dalimin midis marrëveshje ndërkombëtare dhe traktat ndërkombëtar. Mos t'ju marko, hini këshër në hulumtane çfarë do të thot traktat dhe marrëveshje. Paraprakisht traktat është diçka shumë më e lartë, e nënshkruajnë organet më të larta të një shteti me një shtet tjetër, marrëveshje palë të ndryshme, marrëveshje ndërkombëtare, mund ta nënshkruajnë po e hulumtani. Edhe diçka miq, po harroj shpesh me ju thone e më kujtu tash. Kur i spjegoj çeto tema, me çone s'po muj me qit harta, këto s'po di, nuk është keq me qit hartën e qati veni, për të interesuarit mas serios. Me këshyrë se, po them Nigeria këto, Sudani këto, Çadi këto, Sudani këto, Darfuri kënej, Khurfakani këto, deti i Koçandej, Izraeli shka ka atje nalt me detin e Koç. Kur ta qit një hartën për para, është si kur e shihni një film në një gjuhë të huaj. Rasesh po m'bjen men ky shembull, po i keni edhe titrat poshtë. Po edhe kur fol shqip, e keni titrat poshtë disi ma shumë do këtë se po koncentrohet, por është e drejt e juaja si e bani këta. Çështja e Sudanit do të shkoj para vitit 1924, për më kuptua. Kur të kthehemi në vitin 1516-1517, çka ka ndodhur këtë vit? Këto 2 vite, para 500 vjetë, ka ndodhur vërshimi i ushtrisë islame Osmane në komandën e Sultan Selim Javuzit, ku i merë në administrimin e portës së lartë të Stambollit, i fut brenda shtetit islam, brenda khalifatit islam që fillon me ta, dhe që nga ajo kohë, deri në kohën e marrëveshjes së Lozanës, Sudani, Egjipti dhe krejt lindja e mesme ka qenë pjesë e një shtetit të vetëm. Krahina kanë qenë. Problemi fillon, pra, për me kuptue, jo problemi fillon, po për me kuptue gjenezën se ka qyshtet, duhet kthyer dhe lexuar, a këtu s'kam kohë me e shpjegue vërshimin e ushtrisë islame Osmane të vitit 1516-1517 të Sultan Selim Javuzit. Nga ajo kohë, e brenda asaj kohe, deri në vitin 1954, afër 200 vjet shqiptarët e kanë administruar Egjiptin miq. Është tragjike, ta them ma bot, tragjikomike, se si nuk trajtohet periudha shqiptare e Egjiptit. Unë e di për shka nuk e bojnë historian, sepse prek islam, prek musliman, i prek lidhjet shqiptare me lindjen e mesme, qetë në pa një lidhje gjenetike të historisë shqiptare pikërisht me lindjen e mesme. Dhe këta historianet islamofob dhe historianet e shkolluar për gjatë Jugosllavisë të frymzuar me ide komuniste, edhe në Shqipni, edhe në Moskë, edhe në Beograd, po edhe në Prishtinë, nuk dëshirojnë ti ndriqojnë
kapitujt e popullit shqiptar që ndërlidhen me lindjen e mesme. Unë po ju thëm, kam jetuar mbi 20 vite atje, ma shumë, 10 herë ma shumë, shenja shqiptare atje, 10 herë, 100 herë ma shumë, gjurmë shqiptare në lindjen e mesme, se në cilin do rajon të botës përveç geografisë shqiptare. Rënjet shqiptare në lindjen e mesme janë që nga koha e Sultan Selim Javuzit. Inshallah kam kohë me shpjegue. Deti i Kuq, a ju kum pas thonë një herë, dhe tani do shoke, do komente, po bën kështu konfuzitet po flet lufta e tretë botnore, lufta e tretë botnore. Kur s'kum fol për luftën e tretë fillon e. Kur? Për kundrazi kam kundërshtu ato konspiracione, ato pralla. Po filloj. Kam thonë, dhe vazhdoj të them, nëse ka ndonjë vend për të cilën i javlen, po thom, të niset lufta e tretë botnore, është pikërisht rajoni për cilën po flas. Të Jemeni, të Knej edhe të deti i Kuq. Sepse është arteria kryesore e ekonomisë botnore. Aty mbi 35% të Babul Mandab edhe të Knej, që aty kalon 35% këshirë në Google, sa është transakcioni tregtar global, edhe qit një kalimin 35% të ati kapaciteti global ekonomik është kalon që aty ka deti i Kuq. Nëse fillon ndonjëherë lufta e tretë botnore, do t'ja vlente të filloj pikërisht për rajonin për cilin po flas. Dhe në këtë rajon, miq, kanë kontributet e tyre. Djerë s'kan derë, gjak kanë derë shqiptarët, si pjesë e ushtrisë osmane, komandantët kryesor, të cilve u është besuar marrja e grykës së detit të Kuq dhe marrja nën kontroll e lindjes së mesme, që për 500 vjet e ma nën kontrollin e vet, i është besuar komandantëve dhe udhëheqësve ushtarak, generalëve ushtarak marinar shqiptar, që nga koha e Sultan Selim Javuzit. Aty është përqendruar ushtria osmane, aty janë dërguar shqiptarët më të shkolluar në akademit dhe marinat ushtarake osmane, dhe para të vend, kështu thënë Sultan Erdoğani, presidenti i Turqis, Recep Tayyip Erdoğan, ka bo luft gati, frontale, vetëm për të marrë ishullin Sakin, ose Suakin, ose Suakin, që është në Sudan dhe në kohën e Omar el-Beshirit, të cilën e ka rëzu që këtë generali, të cilën e mbështet është dhe e financon Izraeli, Abdul Fattah el-Burhani, e merr në kontroll Turqia e ishullin Suakin. E kërkon Erdoğani, pasi ta marrë fjalimin në atë universitetin e Khartumit dhe e japin atë pelerinën e titullin doktor Kauza, shkapithojnë asaj. Kështu e kërkon dhe thet, na jepni neve ta riparojmë dhe ta ndërtojmë dhe ta menaxhojmë së bashku. Omar el-Beshiri janë nështru letrë, thet, terin ditë kiametit është e jotja. Shka është ishulli Sakin? Është ishulli që shqiptarët e kanë menaxhu aty, që osmanet e kanë pas ndorë për 468 vjetë, që është gryka bashkë gërklani i Afrikës. Nuk ka gjanë që mundet me shku në Afrikë nga Evropa, Azia, pa kaluet e ishulli Sakin. Dhe nga vitit 2017, Turqia e ka marrë në menaxhim dhe thuhet, nuk e di sa është e vërtet, forcat baza më e madhe ushtarake e Turqisë jashtë territorëve të vet është pikërisht aty. Sepse tek ishulli Sakin, miq, tek Sudani ku po bëhet lufta aty për Ari, thash, arabët janë të liftue të vra njerëz aty, të financue me marrë Ari, se Ari ju dohet, të qmendurve për pasoj, makutëve ju dohet, dërsa Izraeli lufton për pozitë strategjike. Izraeli lufton
financon, bën çka ato mujt me bo, me marrë në kontroll detin e kuq, arabët me marrë arin, sepse pak kanë. Dubaje, Abu Dhabi, Gjidde, Riyadje, a ke pasat neverit shumë në dalim për para, kur të në thojnë, ne marum dërtesën matnalt, na matnalt, Medinën e kimi bo kështo, Medinën e kimi bo kështo, Mekën e kimi rrë. Çka je të bo, bre? Çka je të bo ti, bre? Kalzom cilën konferencë shkencore, në nivel ndërkombëtar e ke majt aty. Cilën konferencë shkencore në nivel shteteve islame e ke majt aty. Çka ke boti? Çka ke boti për të mirën e ymetit dhe muslimanve në 150 vjetët e fundit, bre? Dhe, natyrisht, për ari luftohet aty dhe për ari vriten milionat e sudanezve, sikur edhe për gjithë Afrikën, shtetet e tjera, fuqit globale që e eksploatojnë deri në ditën e fundit. Detin e kush thasht e do Izraeli. Dhe për të siguruar pozitën e vetë, do të ashti në dorë pozitën geostrategjike të detit të kuq, sepse është gryka aty. Dhe për me majt vetën rahat, në mënyrë që të mos krijohen shtetet të fuqishme, si kur Irani, që e bombardon të me raketa atje, qëfar bohet rreth detit të kuq. U lëshanja një hartë, bre, qëtë në hartën të lutën për para edhe lëshanja sytë. Shiqone, në Egjipt grushtete, në Jemen zije mazi, Somalia des për buk, Somalilandin ja kanë këput, Somalis, Eritrea përballet me uri dhe me varfri të skajshme, Sudani luft civile, Jemeni andej poshtë, e dini ma Jemeni, meq. Qfar pozite strategjike, a i një hanal për Sudanin e ka këto. Jemeni edhe ma i rëndësishëm është. A e dini që në Jemen vdesin urieve, e dalin do Samauk me gjithë respektin për çdo qenje njerëzore, e për çdo shqiptare musliman. Dalin jo Jemeni, Huthi, jo Shii, jo Sunni, jo. Pa jeni bre normal, bre. Pa nuk jeni të e pabe se qysh funksionon bota, bre. Pa jeni të e pabe jo edhe për këtë Zoher Mamdanin. Komentojnë, nxerrin karabishta aty, a musliman, aso musliman, a është me bateria, pa bateria. O posh zotin hek në këtë velo parasyve, për vete jo për muë, o shih në botën me sy real, s'ka të bëj bre Jemeni me Shije, me Saudije, me ato, ka të bëj për fitnën, e cila shkon në favor të fuqive globale, për të majt në kontrol kanalin e Hurmuzit atjen midis Iranit edhe Emirateve, Katarit e Bahreinit, dhe për të majt këtan detin e kuq. E që Arabia Saudite, Gadishulli Arabik është në mesin e këtyre dy rrugve kryesore detare të botës. Aty akomodohen njerëz, klasa politike udhëhec, që do të miqu agendat për para. E për me iqu agendat për para, ty e mu, jo ty mu heqë vallahi, do të me qeru, me të verbru, me të qitë mjeglën për para, e me të thonë se është puna e shiive, une nuk i du shiit, po kusha të të vetë bre ty a i do si do. Qfar peshe ka fjala jote për Mamdanin, a shia nuk a shii, po këshëre mëre vetën se dove ju një dhe personalisht, se kush jeni e në rjetet sociale ju më shqitni evlia u lak aty e gjanat të tjera. Këthyër në tem, që në tem jam, bashkë në thelb të temës jam, që se do një me dit, vlazni, ta pi pa kafe. Shqyqy që se pi duhanin, se ty be e këshadhez një malvara. Këtu si jam televizor, su në më thonë jo e ndalume e pa ndalume, në bibliotekën teme. Jam edhe.
për më konë Izraeli i fort miq, edhe më konë i sigurt, që të shtetit që javë përmena, do të me pas barfri, luft, grushtete, hajtbir. Po jo veç rreth detit të koq, këshër në hartën aty. Po do të me pas probleme edhe ku, do të me pas pak ma largë, në lindjet mesme, këshër në Libien, shka u bo e shka i bënën. Jo andej, jo këndej. Pa di cila është arsyeja kryesore që e ka ndërzu Gaddafin. Ai për me u paqmen ka fundi, po sepse ai dëshiron të me bëhe monedhen e Afrikës, me i afrue shtetet e Afrikës në një nën polaz, Organizata e Kombeve të Bashkuara të Afrikës, që me shit naftën dhe pasurit e Afrikës në një, sikur ai dëshke me bëhe një shtet, ku të lanë më retyje me u zgjenu qaq fort e me pas fuqi qaq fort, po që ti me i pengue konstelacionet ndërkombëtare. Meq, shoqe, a dini hartën e Turqisë? Që ka në alta cila pi bjaknej, e kia Armenien, tani e ki Gjorgjien. A ti përshkaren atë dy shtete aty, me presi me skalper si me gërshan të Robaqepsit, me preje shtetin e Turkis me Qeqenien, me Dagistanin. Dagistani është në detin Kaspik. Me detin Kaspik në aton janë shtetet turke. Knej, tani janë kjo Qerkezistani e sene përmi Gjorgjien aty, Osetije, këtë vene islami janë konë. Këtë janë konë këtë shtet Osman, do më dhe shtet turk, shtet Osman, se jo turk, se shteti Osman ka qenë qytetnim në vete i përbër nga etnie, kultura e popoj të ndryshëm. E kemi shpjegu në dalimin midis qytetërimit dhe kulturës. Doni me majt men, inshallah. Po këshërëti Ermenien shka bojnë. Ermenia është qëto, Azerbejgjani është qëto, Irani është qëto. Tash, Ermenijes ja kanë zgat një farë kaçepi poshtë, pashtë sigur një bisht i minit, he në Azerbejgjan. Një pjesë Azerbejgjanit është Nahxhivani, kënej në kufi me Turkien sa Kosova. A pjesë Azerbejgjanit është, po do të me kalumin në për Ermeni. Le këta, po tentun që edhe Nagorni Karabakh, që është brenda Azerbejgjanit, në kufi me Armenin, edhe atë pjesë me trash qatë bishtin e minit e me bo sa një bisht të qenit, të zamjes e të luanit, ma trash. Dhe politika e Erdoganit, e Turqis, duke i ditë këto sene, sa i në shpin e ndjej në supët e tyre miq, duke i ditë këto sene, shkoj edhe e bo një atë koridorin e Zengazurit, pa kamin edhe me Kinën, me Rusijën kënej rruga e mëndafshit me i lidh tokat turke, që shkojnë deri te Mongolia atje edhe Kina me Stambolin kënej edhe me Edirnën. Kërejt problemi tash, i Turqis, Izraelit, Somalis, Irak, këti Sudanit, Afrikës, është miq, që me ja pre rrugën Turqis. Në Azerbejgjan ju fot Izraeli, në Sudan pifutët tash Izraeli pëdojnë me jamarën ishullin Soakin dhe i kanë shpal luft të hapur Turqis për t'ja pre rrugën e zgjerimit të ndikimit të saj. Me pretekstin, arsye që kjo fjala pretekst dhe pretekst gjithmonë përzihen edhe shumë pak i përdori, se tut na mos po ape përdori këto sigur left right në gjuhën angleze që të vjeti ku mbo halon përzihen. Cila është gjallë, cila left e majt. Me hek prej ishullit Soakin. Me pretekstin, arsyetimin, justifikimin e bën Izraeli, vazhdimisht Netanyahu, se ne po punojmë që të stopojmë kthimin e perandërisë osmane, që mos na vjen në lindjen e mesme.
Do me thonë, si pas Izraelit dhe fuqive globale, problemi është vish këthimi i Perandorisë Osmane aty edhe i shqiptarve, eventualisht. Po, e pse s'po thu për Anglien mos të kthehet? Po dhe ajo, si Turqia, nëse kjo pushtuse, edhe kjo pushtuse, nëse kjo shliruse, pe konsiderojme edhe këto. Pse për Francën s'po thue kur gja? Pse për Amerikën s'po thue kur gja? Në pyetja është fuqia ose frika nga krijimi një fuqie turke, sepse ja din qysh i rreh damari shtetit Osman. Mund ta kritikon nëse nuk ka pas zhvillime ku me ditë se shka e shkencore, por në shahdamarin e turqve të Anadolit, e që besa edhe të neve, rreh ai kapilaria, qysh me e qujten mrena aty, ai damari i vogël i luftës, luftarak. Në kohën e Perandorisë Osmane, të jeni të sigurt, si kur në Zotin një, në gishta për 470 vjet, ke mujt me pas probleme etnikeja, fetareja. Wallahi kur, e ka menaxhua si kur që dohet. Ditën kur largohet prej atyhet, me atë personalitet makabër, sherifi i Mekës thuhet, që ju gjuhet Osmanlive në shpinë, spekaj, pe përshkruj, anipse dëshiroj me pas mu konë mirë, lindja e mesme, si kur në kohën e Perandorisë Osmane. Sherifi i Mekës mashtrohet se po ta japëm në atyje mbretërien prej Horasanit e deri Nil, ka një mon ati qepojmë na Osmanlive dhe ti hekun pejtuj se ti ki mu bohe i Zoti kur o gojes e rrehin në atë vakt mazise Zelenskin në shtëpinë e bardhë. Shkelma e kishim pas rrej, sherifin e Mekës të i thonë zuza jote ti po lyp mbretni. Në mëzi që e hekom një, edhe e ndajnë pastaj situatën dhe e bojnë si që është sot. Përveç vendeve të detit të Kuq, për me u sigurue Izraeli, do të me pas probleme ma gjanë. Këshër në Libien, këshër në Tunisin, këshër një problemet në Algjeri. A dini se Algjeria quhet vatani i 1 milion shuhedave, vatani i 1 milion dëshmorve. Ka statistika që flasin se 1.920.000 viktima i ka dhanë Algjeria me u lirue prej kolonializmit franqez. Pasaj meq, këshër në Sirien, këshër në Iranin, krejt probleme do të me pas lufta civile, atje fukarallak, qeveria me zarë fesene. Dhe në nënvizane të lutem, që të fjalishka për du me thonë, bomba, mos me pas dështu e grushteti i 15 korrikut në Turqi. Ta dini, të jeni të sigurt, me pas qenë i suksesshëm grushteti i 15 korrikut, i bërë nga feta dhe njerëzit e saj të infiltruar në të gjitha institucionet e shtetit brenda Turqisë, edhe Turqia do të përfshihej dhe do të llogaritej sot. Dhe për të do të flesnim me të njëjtën gjuhë sikur për gjuhë tjera. Do të ishte në të njëjtën kategori. Me fjalë të tjera, miq, për sigurimin e Izraelit dohet të ekzistojnë vazhdimisht 4 predispozita. 1. Do të ketë vazhdimisht trazira të brendshme në vendet të cilat janë përreth detit të Kuq dhe në linjën e mesme, por ndryshe Izraeli vihet në rrezik. 2. Duke luftuar me vështërsi ekonomike brenda shteteve dhe vështërsitë ekonomike duke i krijuar si alibi dhe arsye për lufta ndërkufitare mes vëllezërve në linjën e mesme. Pastaj, duke u pamundsuar krijimin e ushtrive serioze, por që t'ju shitet
armë të tilla që ju nevojitën për konflikte mes vete, edhe e katërta vazhdimisht të ketë konflikte midis shteteve të lindjes së mesme. Një zgjim i mundshëm i Afrikës, bazuar edhe në fjalimin e kryeministrit kenyan William Ruto në seancën e fundit të Asamblesë së Kombeve të Bashkuara, kur tha se kjo OKB-ja dhe FMN-ja sidomos po ndëshkon vendet e varfra të Afrikës me norma të larta interesi dhe me kushte tepër të rrepta, aq sa vendet afrikane të detyrohen fillimisht të shkojnë drejt grushteteve, pastaj bankrotimeve, pastaj dorëzim në prehrin e vendeve të tjera. Turqia është ajo që e heki Libin prej Sudanit, që e heki, Rusin prej Sudanit. Turqia është ajo që e heki Rusin prej Libis. Turqia është ajo që e heki Rusin prej Siris. Turqia është ajo e cila e ndihmoi qeverin për rimëkëmbje dhe filluan investimet e papara në 80 vjetët e fundit në Sudan për rimëkëmbjen e Sudanit. Turqia është shteti që është ftuar në Somali dhe kërkohet prej saj që ta merr edhe Somalilandin. Turqia është ajo e cila, si pas kërkesave të popujve të lindjes së mesme, do t'ju lihet nën kontroll edhe gryka e detit të Kuq, dhe Turqia si e tillë është arsyeja kryesore, ama bashkë kryesore, të tjerat janë të rendit të dytë e të tretë. Turqia është arsyeja kryesore për shkak të së cilës Izraeli, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe shumë vende të tjera do të bëjnë edhe në të ardhmen edhe lufta më të mëdha vetëm e vetëm për ta larguar Turqinë ushtarakisht, ekonomikisht dhe me ndikim kulturor nga lindja e mesme. Se sa do t'ja arrin, po të ishte për ndonjë shtet tjetër kisha me thonën presim se çfarë po ndodh. Por tani, me që po flasim për një fuqi që ka të i kaluar fuqin këtë dimensionet rajonale, pikërisht pasardhjes së Donald Trump, dhe si rezultat natyrisht i përparimeve në industrinë e ushtarake, them se në asnjë mënyrë nuk kanë me ja arrit me e larguar atë prej vendeve në të cilat është stopuar. Nga kjo perspektiv, lufta midis Izraelit dhe Turqisë është nis para 4 vjetë dhe vazhdon me intensitet të shtuar dita ditës deri në ditët e sotshme. Miropafshim.